Histori e trishtë, nëna 98 vjeçare I bashkohet djalit 80 vjeçar në azil për t'u kujdesur për të. Ting është emri I gruas 98 vjeçare, cila është prova perfekte e lidhjes së pathyeshme midis nënës dhe djalit të saj. 98 vjeçarja nga Liverpooli u bashkua djalit të saj më të madh, Tom, 80 vjeç, në shtëpinë e kujdesit për të moshuarit në azil, për të kujdesur ende për të. Fatmirësisht ata të dy shkojnë shumë mirë bashkë dhe kalojnë ditën e tyre së bashku. Ata luajnë lodra gjatë ditës, ndërsa natën 98 vjeçarja I dhuron gjithmonë puthjen e natës së mirë djalit të saj, e ndërsa Tom është shumë I lumtur që mama e tij vazhdon të kujdeset për të edhe pas kaq shumë vitesh. Gruaja 98 vjeçare dhe bashkëshorti I saj kanë pasur 4 fëmijë: Tom, Barbara, Margaret dhe Janet, e cila ndrojet në moshën 13 vjeç. Ata vendosi të shkojnë në azil pasi gjendja shëndetësore e djalit të saj u përkeqësua dhe ata nuk mund të kujdeseshin dot më në shtëpi për të. Historia e tyre bëri xhiron e rjetit dhe është një histori dashurie e pastër dhe inspiruese.